broken heart, zemra e thyrë. Sidomos të femrat, është jo shumë e rrallë, që zemra një pjesë të funksionit të vetë e humbë, zakonisht ato kalojnë pas një mërzije të madhe, pas nuk është vetëm simbolik. Çka ndodh me zemrën, doktor, kur dashurohet? E tash, domethënë zemra... A e shihni, apo është veç ne si që mendojmë të zemra? Ndodh vërtet jo rastisht, zemra është sinonimi dashurisë. Pse? Sepse dashuria është... Unë mendoj që një njeri që nuk dashuron, jo vetëm në aspektin, në këta aspektin që ju po mendoni, por njeriu duhet të dashuroj në libër, të jetë i dashuruar në profesion, të jetë i dashuruar në miqësi, të jetë i dashuruar në gruan e tij. Intensitetin më të lartë. Po shiko të më dashuria, normalisht çrregullimet hormonale, çrregullimet e katekolaminave në gjak e tjera. Rre zemra më shpejt? Rre zemra, po si rre zemra. E diti sa poetët edhe këngëtarët i kanë thurë këngë dhe poezi zemrës. Do më thonë, kur dashurohemi, zemra është e lumtur. Zemra... Funksionon mas mirë. Unë nuk e di si mund të jetohet pa dashuri. Se kuptoj. Jeta pa dashuri nuk ka kuptim. E kur lëndohet zemra nga dashuria? Është thyrje e zemrës. Thyrje e zemrës është simbolik, po thyrja e zemrës unë besoj që shkakton një revolucion negativ në krejt organizmin e njerëzit, por tash është zbulu viteve të fundit edhe një kardiomiopati Takotsubi që i thonë, është një për herë të parë një Japoni është zbulu, e cila realisht shkakton një smundje shumë të rëndë, edhe që quhet broken heart, zemra e thyrë. Sidomos të femrat, është jo shumë e rrallë, ne nuk kemi shpesh pacientë të tillë, që zemra një pjesë të funksionit të vetë e humbë, zakonisht ato kalojnë pas një mërzije të madhe, pas nuk është vetëm simbolik. Oke, nuk është domethënë simbolik. Është edhe organike, po. Na që po flasim si poet, duhet kemi kujdes, sepse është edhe organike. Edhe organike. Faleminderit shumë, Dok.